Përshëndetje, mirë se keni ardhur në episodin më misterios të She's on Air këtu në Top Albania Radio në 100 FM. Atëherë ne dim që nesër është Halloweeni, por ne sot kemi vendosur ta sjellim pak më herët me këto kostumet tona, me këto make-upin ton dramatik dhe gjithmonë të jashtëzakonshme. Nuk është se na bëri Halloweeni të jashtëzakonshme, ne kështu jemi gjithmonë apo jo goca? Po, normal. Desiana, çfarë bërë ti sot për Halloween moj? Unë vet ja. Me që më kanë sharë shumë në përkomente, kanë thënë është e shëmtuar, edhe unë thash, hajde mos të shëmtohem më të ri kështu siç jam. Fikse ke gjetur. Unë jam bërë si një zan, dhe mua më sugjeruan shumë që të bëhesha një shtring, me që jam nga Fieri, po ne nga Fieri 364 ditë jemi shtriga dhe shtrigan, kupton? Kështu sot vendosa të bëjmë një zan. Po, një zan. Unë jam bërë si Kleopatra, siç e shikoni, e gjitha me gold. Më thanë gjithë goca që shkëlqej sot, dhe kam një vetbesim shumë të madh sot vetëm me këtë veshje, domethënë. Erika, se unë jam angjëlli i vdekjes, duke qenë se të gjithë kemi frikë nga vdekja dhe unë vendosa që ne të kemi frikë nga vdekja. Domethënë ti s'ke frikë nga vdekja. Jo, unë kam frikë vetëm nga vetja. Okej, goca. Ne sot nuk kemi as me Dean dhe as Sinën, por kemi një vajzë tjetër që ka zëvendësuar 2. Po, 2 në 1. Livia, përshëndetje vajza. Livia, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Do flas pak edhe për lookun tim? Po, patjetër. Jo, un kam vendosur të kem një look shumë të thjeshtë, shumë të pastër, sepse nuk më pëlqen kurrë të dal nga identiteti, nga feminiliteti dhe këto gjëra, dhe pse është Halloween. Megjithatë jam edhe shumë e lumtur sepse për mua është hera e parë që un nuk do përgjigjem pyetjeve. Por do bësh ndjem shumë mirë sepse do të provoj atë rolin që do ngacmoj unë të ftuarit. Okej, super. Nëse do jem shumë e butë, me bërtisni. Faleminderit. Okej. Do të kap shumë në shumë. Ndjej me këmbë. Te kalojm pak te tema jon. Thashë themet e javës. Kristina, Kristina, them ti? Se me ty e nisim ne. Nuk i ke dëgjuar këto ndarjet këto? Kam dëgjuar që Elgi Doda me Klea Hutën janë në ndarje sipër, nuk e di sa e vërtet është, po që portalet kanë filluar të flasin. Po, aludime. Edhe thoshin që ishte një vajzë në Lushnja. Po, nga Lushnja që i ka marrë zemrën këngëtarit. Por nuk kemi një emër akoma? Jo, akoma. Ishin thjesht aludime që ka pushtuar rrjetin si lajm. Kush është vajza nga Lushnja? Pikë pyetje. Të na japi ndonjë bostan, ë? Se na bostan. Në fakt, kur ishim ke premiera e filmit së Rikes dhe Erioles, un kam takuar Klen dhe ishte vetëm, nuk ishte me Elgi. Nuk ishte me Elgi. Normalisht vjen e natyrshme me ka Klea dhe ishte vetëm, kështu që mund të jetë vërtet. Mund të jetë dhe vërtet. Nuk e di. Prap janë impenjime që mbas edhe nuk janë shoqëruar ndonjëherë në këto evente bashk. Domethënë, po i det një aludim që Elgiti mund të ketë tradhtuar Klea në këtë rast, apo jo? Po, shqipje. Ose ndoshta është kjo pjesa e përdorjes së marketingut që bëjnë zakonisht to çifte. Kur i bie pak fama, po. Mbas një periudhë kur i bie pak fama. Mos ka një hit për të nxjerrë Elgiti dhe i duhet kjo buja, kjo zhurma. Të marri pak vëmendje duke qenë se ka rënë këto kohë. Po ku ka za? Përderisa ne dimë edhe lokacionin e gocës, domethënë ne dimë që është nga Lushnja, për çapo përflitet. Kështu që ndoshta edhe kaç jo e vërtet, kaq kot nuk mund të jetë. Shumë ka dhe zjarr. Po që urojmë që mos të jetë e vërtet absolutisht, sepse janë një familje shumë të bukur të. Po, dhe janë shumë çifte bukur. Po. Nëse po e lëm pak them tjetër. Elgitin dhe Klean, kalojmë vajza kanë parë ca story të Ilnisës, po them. Dhe I kemi parë, po që thoshte kjo lidhja jo nuk zgjati deri në fundjavë. Jo, ishte një shkrim me sa pash unë që kishte hedhur një pjesë te Goca dhe Gra, dhe kishte shkruar disa lidhje janë zgjasin përgjithmonë dhe disa të tjera nuk zgjasin as në fundjavë. Kjo imja nuk zgjati as deri të dielën, kishte shkruar diçka e tillë. Po ka që Meritoni i ftuar te Goca dhe Gra. Po, dhe ishte kundrejt Meritonit besoj dhe Meritoni nuk i ka kthyer përgjigje apo i ka kthyer? Dini gjë? Kemi pa një Meriton shumë në siklet, edhe në fakt të dy personazhet kur flitet për këtë histori dashurie asnjëri nuk do të marr një përgjithësi o t'japi një shpjegim. Ne akoma nuk e dim se çfarë ka ndodhur. Por, dhe kjo deklarata e Ilnisës që thotë që
Po, unë Ilisën mund të them që e kam shoqe, unë dal me Ilisën, kështu që Po ti nuk di pse janë ndar ata, se ti e ke shoqe. Sa ka zgjatur lidhja, pra nuk pak ty. kur, domethënë Ilisa me mu flet, unë kemi një marrëdhënie shumë të mirë, por kur flitet ose përmendet emri Meriton, bie që ajo nuk do të përmendi, domethënë nuk do të flasi, unë e kam bure. Kështu që në momentin që as në shoqëri, ajo nuk ka qef të hapet. Imagjinoni nëpër media, por kanë nxjerrë një deklarat shumë këmbuese. Po, shumë këmbuese. Mendoj se ka vënë vullën me këtë që Po, mos e pyesni më absolutisht. Pikan mbi, po. Po gjithsesi unë mendoj të ngacmoj pak Livian. Livia, kam parë një video tënden me Xhenetën që tregoj se shumë e afërt. Moj nuk është bër, ku dua të dalë unë, nuk është bër Egli xheloze. Egli nuk ka sepse të bëhet xheloze, sepse secila ka vendin e vet. Në fakt, Xhenetën unë nuk e njihja më përpara, ishte ftuar këtë Guximshmit, ke emisioni ku unë tashmë jam pjesë. Po, dhe unë kam njoft një Xheneta shumë të ëmbël, shumë të mirë, shumë njerëzore që mbase shumë herë mund të keq kuptohet në ekran, sidomos në dalje të saja, ke trotuari, ku është i fjema luftarake, si më thënë. Më ka befasu shumë, mund të them që është një vajzë që vlerësoj shumë dhe du shumë, kështu që uroj që të gjithë njerëzit ta kuptojnë siç e kuptoj unë Xhenetën sot, dhe Egli nuk ka sepse të bëhet xheloze. Egli unë kam zemër, e kam xhan, kam një marrëdhënie me vërtet shumë të mirë me Eglin. Dhe Egli është shumë e kuptueshme, nuk absolutisht jo, nuk më ka thënë asgjë gjë. Po Xheneta nuk të ka ngacmuar pak për Eglin ty? Po të themi që dhe Egli nuk ka ndonjë gjë me Xhenetën, ë? Nuk ka sepse janë komplet dy figura të ndryshme unë mendoj, secila ka atë rrugtimin e vet. Okej, është shumë normale që publiku i krahason. Duke qenë se në dy reality të ndryshme, por të njëjti format, kanë pas lidhje me Jessin, a kupton? Po për ty si ka qenë publiku? Publiku unë mendoja që do ishte shumë më jegër, thash o zot ç'a do ndolli tash, sepse janë shumë të këqij kur flitet për këtë ndarje. Jo, më kanë ardhur vetëm 2-3 mesazhe. Vetëm 2-3 mesazhe më kanë ardhur. Unë Livia ty të vlerësoj shumë, të kam ndjek që, por nuk më pëlqen fakti që ti je afruar kaq shumë Xhenetes. Këto kanë qenë fancat e Eglit më shumë. Sigurisht. Ose fancat e katërshes së Bigut, ku ishim ne katërt edhe nuk e konceptojnë. Shqiptarët urrejnë njëri tjetrin, kjo është fakt. Kështu që nuk çuditemi me komentet. Jo, tashman vetëm ne që nuk çuditemi me komentet, besoj. Absolutisht. Po shkonte të Guximshmit. Unë të Guximshit po knaqem si gjithmonë. Po absolutisht, jam po vej vetin shumë në sfidë, në provë dhe e gjen veten domethënë. Tani unë dua të bëj një thashë them tjetër se Enxhi nuk më lë sot si zan që është. E keni parë syrinë e Sara Gjordenit? E kemi parë, po. Po, ka postuar te grupi që ajo ka me të gjithë ndjekësat e saj dhe ka postuar vetëm një sy. Syrin e saj. Edhe kishte shkruar if you know, më duket diçka e tillë. Po, unë mendoj se syri lidhet me Bigun. Mendoni që mund të jetë një opinionista aty në fan club, po, ose mund të jetë moderatore. Ndoshta. Vërtet. Po sepse Sara është një oratore shumë, më pëlqen shumë të paktën, kështu që besoj që mund ta mbajnë shumë mirë. Pjesën e juristes ishte ke ju, kështu që atë ka eksperimentuar, nuk besoj të ketë thjesht një rol si opinioniste, por që në moderim mund duhet shikoja shumë mirë. Po, edhe kjo një rol si opinioniste nuk është pak, po themi. No, është shumë. Domethënë unë mendoj që opinioni pastaj ndikon dhe shumë ke publiku, është një përgjithësi në vete opinionisti, është shumë e rëndësishme. Ja, si ftuan njërin. Në gjithsesi i urojmë shumë sukses të Sarës, çfarë do të jetë moderatore ose opinioniste. Edhe përshëndesim. Okej, unë tani mendoj që të kalojmë në një këngë. Çfarë do na përshëndesësh, Desiana, këngë shqiptare apo të huaj? Të huaj, më mirë. Jo. Jo. Ç'është kjo të huaj, them dhe unë. Kalojmë në këngë.